Atëherë këta janë 4 finalistët, më në fund u bën 4 sepse jo kush do dal, kush do hyr, kush do shkoj, kush do shkoj. Tani janë 4. Miri, Selin, Robert dhe Mateo janë 4 finalistët e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5. Miri dhe Selin janë 2 banorë që kanë hyrë që nga dita e parë e këtij edicioni, ndërkohë Robert dhe Mateo kanë hyrë pak më mbrapa. Dhe në fakt për të dy këta, edhe për Robertin dhe për Mateon, është arritje për dalë në finale, për të qarë, domethënë, atë turmën e banorëve që kanë qenë aty brenda dhe për t'ia dalë për shkuar deri në finale, sepse kur hyn më mbrapa është shumë e vështirë, për shkak sepse marrëdhëniet janë të konsoliduara, personazhet janë duke konsoliduar në sytë e publikut dhe nuk është fort ekolajt për të futur në lojë dhe aq më tepër për të arritur finalen, kështu që komplimente për të dy edhe për Mateon dhe për Robertin. Miri dhe Selin kanë hyrë që nga dita e parë, kanë patur atë marrëdhënien e tyre 6 ditore, që mos t'i kthehemi më, sigurisht janë 2 nga banorët më të goditur në shtëpinë e Big Brotherit, Miri sidomos, por dhe Selin janë më të kritikuarit, më të goditurit, Miri thash më të sulmuarit edhe nga banorët e tjerë, për shkak të marrëdhënies tyre një, por edhe marrëdhënieve tjera që kanë patur në shtëpi, sepse në fakt as Miri as Selin nuk ja kanë lënë mangut të tjerëve debatin. Nga ana tjetër Roberti e thash dhe në fillim që është e vështirë të hysh vonë dhe pastaj të rezistosh. Po ai zgjodhi një mënyrë krejt ndryshe nga gjithë banorët e tjerë që kemi parë nëpër Big Brother, zgjodhi të bëheshe antagonisti i shtëpisë, zgjodhi të bëheshe, po them, ai keqin thojza i shtëpisë për ta kapur këtë vend dhe për të mos u lëshuar më, dhe sot ja ku është në finale ka patur debat me gjithë. Mateo nga ana e tij, një djalë i qëndrueshëm, një djalë i cili i ka qëndruar koherent ideve të veta në raport me gjithë pa përjashtim, sigurisht dhe marrëdhënia me Brikenën i ka dhënë një impuls tjetër dhe Mateo absolutisht e meriton gjithashtu. Pra të 4 këta kanë patur marrëdhënie me njëri tjetrin, debate me njëri tjetrin, linja Big Brotheri me njëri tjetrin dhe normalisht të 4 këta e meritojnë për ta prekur finalen dhe për ta shijuar atë. Tani finalja, domethënë kjo java e fundit është një javë pak e sikletshme, një javë me boshllëk, një javë pa shumë drone, pa shumë parashuta, pa shumë mund të ketë lojra nga vllai i madh, por është një javë që besoj e gjitha për të shijuar edhe nga këta të 4, po edhe nga neve që rrim jashtë, apo fansat e tyre, apo familjarët e tyre, për ta shijuar në maksimum. Tani më thoni ju nëpërmjet komenteve kush e ka merituar dhe kush s'e ka merituar këtë finale, edhe okay, ta shijojmë këtë javë.